Baumarketi si pjesë e korporatës Bau Holding ka vendosur me qenë pjesë e këtij panajiri për shumë arsye. Në ndër kryesorët është edhe prezantimi i brendeve tona, të cilat i kemi private label si brende, por edhe përfaqësues distributor për brendeve tjera kryesore, të cilat janë të ndara në sektor të ndryshëm. Duke filluar prej pajisjeve profesionale si Vegla Pune, ashtu edhe në pjesën e instalimeve të ndryshme elektrike, ujësjellësit, kanalizimit e të tjerë, gjithashtu edhe me remetin. Ndërsa te pjesa e Bau Home i kemi brendet si Hesperide, Fojvi, Atmosfera, që janë brende franceze me kualitet premium në këtë aspekt. Çka është më rëndësishme tek se dhe Baumarketi në këtë rast e ka pasi mundësi shumë mirë me i prezantu brendet që janë private label, siç është Baumat, i cili ka produktet te sektori i meremetit, që do të thotë llaqet, nxehtësat e ndryshëm, edhe hidroizolus, ndërsa pjesa e Craft Air është te kondicionerët siç i njohim në klimat, domethënë inverterët të ndryshëm. Ky panajer për Baumarketin ka qenë pak më ndryshe se panajirat e tjerë për shkak se klientat B2C që kanë ardhur kanë pas mundësi me i pa brendet tona, ndërsa këta që kanë qenë B2B ka pasi mundësi me i pa format e bashkëpunimit. Baumarketi, pjesëmarrësit e tjerë të cilët ekspozojnë në këtë panajer janë klient potencial dhe partner potencial, ndërsa klientat që vinë me i pa brendet tona kanë pas mundësi me u thellu më shumë në gjërat pozitive që i kanë këto brende që ne i posetojmë. Si kompani është shumë e rëndësishme dhe nështë një mundësi e mirë që me i shfaq projektet tona dhe me njohë domethënë bizneset edhe networking krejt këtë shoqëri që po merr pjesë sot edhe ditëve tjera në panajer. Bau Holding si kompani domethënë është një kompani që investon në zhvillimin e ndërtimit modern me lokacione strategjike dhe në të njëjtën kohë mujna mi paraqit disa prej projekteve tona. Një prej tyre është projekti Qendresa Resort që është në komunën e Novobërdës ose përndryshe të Artanës, një lagje me pamje malore e cila përmban 3 tipe të villave, domethënë me madhësi të ndryshme dhe me pamje të ndryshme. Po ashtu përpos pjesës së lagjës Qendresa Resort është edhe lagja Qendresa e Re, që është në Çaklavic, ndoshta me një lokacion mjaft strategjik e cila nuk të nevojitet me pas domethënë qasje të drejt për drejt vetëm me qendrën e qytetit, mirë po edhe me drejtimet tjera të rëndësishme të shtetit, siç janë shembull Prizreni, Ferizaj, Shkupi, Tirana edhe drejtime të tjera. Është një lagje e cila përmban 5 tipe të ndryshme të shtëpive, qoftë individuale apo edhe në vargje dhe në shtëpi katërshe. Një lagje që ka një lokacion strategjik edhe një infrastrukturë të kompletume, e cila është thujse të ndërtu, i ka dikon 120 shtëpi edhe jemi tu finalizu këtë projekt.